Rëndësia dhe obligueshmëritë e haxhit. Salavatet dhe selamet ja përcjellim me të dashurit të Allahut, Muhammed Mustafas, shokëve të tij, familjes së tij dhe të gjithë atyre që e përcjellin dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Do të bëjmë fjalë sot pak për haxhin. Natyrisht për haxhin në aspektin sheriatik, duke u mbështetur kryesisht në ajetet kuranore, në hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, gjithnjë duke u mbështetur edhe në praktikën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili në haxhin e tij ne i ka mësuar të gjitha rregullat të cilat besimtarët duhet t'i bëjnë me rastin e kryerjes së haxhit. Prandaj le të fillojmë për secilën veç e veç nga pak për t'i trajtuar në aspektin sheriatik. Fillimisht do të ndalemi në kuptimin e haxhit si në aspektin gjuhësor, lingvistik, e po ashtu edhe në atë sheriatik. Haxh në aspektin gjuhësor don me thonë vizit, don me thonë me mësy diçka, don me thonë me pas për qëllim diçka. Ndërkaq, në aspektin e sheriatit, haxhi është nisër veprimesh të caktuara, të cilat bëhen në vend të caktuar, në kohë të caktuar dhe me qëllim të veçantë. Nga kjo kuptohet se haxhi përbëhet nga disa dispozita të cilat duhet të përmblidhen, duhet të zbatohen me rastin e kryerjes së haxhit. Këto dispozita fillojnë që nga momenti kur personi vendos për me e krye haxhin. Pastaj, këto dispozita vazhdojnë në kohë të caktuar, si që përmenda në fillim, e kohë e caktuar e haxhit është prej fillimit të muajit Shevval, përfshin muajin Dhulkade, për të vazhduar në 10 ditët e para të muajit Dhulhigje. Pra, koha e kryerjes së haxhit bëhet ekskluzivisht vetëm në këtë kohë, jo edhe jashtë kësaj kohe. Ndërkaq, pjesa e tretë që e përmenda, e që është vendi caktuar është Çapja, është shtëpia e Allahut Dhul Xhelal, është Betullahi e cila bëhet, adhurohet ose vizitohet që nga koha e Ademit alayhi salatu vesselam deri do të vazhdojë të adhurohet derisa të ekzistojë ekzistencë në këtë gjithësi. Kështu që këto janë elementet kryesore. Natyrisht, të gjitha këto përmblidhen në fund edhe me qëllimin e caktuar. Pra, nuk mjafton vetëm me vizitue Çabën në kohë të caktuar, në vend të caktuar, pa mos e pas qëllimin për kryerjen e këtij ibadeti. A kjo është domethënëse edhe është shumë me rëndësi. Domethënë, personi i cili vendos me e krye haxhin, duhet me pas qëllimin për me e krye haxhin, e jo vetëm me shkue e me shëtit ose me vizitue vise të caktuar. Haxhi i përket kategorisë së farzit. Pra, është farz për besimtarët me e krye haxhin. Ky obligim, kjo detyrshmëri e haxhit është e marrur nga Kurani famlart,
nga syneti i pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe si e tillë është edhe me ixhmain e ummetit. Pra kompaktësia e të gjithë e ummetit, e dietarëve të ummetit, e vërteton këtë që sapo e thash. Po fillim nga Kur'ani. I Madhi Zot Xhelle Shanuhu në Kur'an në mënyrë taksative e përmend haxhin. Dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hajjul beyti liman istata ilayhi sabila. Që do thot, për Allahun Dhul Xhelal duhet kryer haxhin ata të cilët kanë mundësi. Mundësia është edhe fizike, po është gjithashtu edhe materiale. Nga hadiset e pejgamberit alayhi salatu vesselam do të veçoja kur pejgamberi alayhi salatu vesselam me një rast pa deklaruar: Ejuhen nas, qad faradallahu alejkumul hajje fahujju. Ka në disa rivajete tjera thuhet wahijju, që do të thot: o ju njerëz, Allahu ua ka bërë obligim haxhin, prandaj kryeni atë. Bazuar pra në ajetet e Kur'anit dhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, që janë edhe disa hadithet e tjera, po me këtë rast po e marrim vetëm këtë që sapo e citova, kuptohet dhe këte e kanë marrë për bazë dietarët e ummetit dhe kanë konstatuar se haxhi si obligim fetar i takon kategorisë fars. Prandaj në këtë kuptim nuk ka pas dikush ta ketë kontestuar obligueshmërinë e haxhit. Natyrisht, kur është fjalë të haxhi, duhet të përmendim edhe faktin se si obligim neve besimtarve në është bërë obligim nga viti i 9 të hijretit të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Pra në vitin e 9 kanë zbrit ajetet të cilat e kanë obliguar haxhin. Ndërkaq pejgamberi alayhi salatu vesselam haxhin e ka realizuar disa muaj ma vonë, sepse ajetet e haxhit i kanë zbrit pejgamberit alayhi salam pasi që kishte kaluar koha e haxhit, të cilën e përmenda në fillim. Kështu që pejgamberi alayhi salam, ashabët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë dëshiruar me e kryer haxhin atë kohë, janë detyruar të presin disa muaj për me ardhur koha e haxhit dhe të cilën më pas pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka bërë. Haxhi është xhihad me vete. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam me një rast pa thënë el haxhu xhihadun. Haxhi është një lloj lufte, është një lloj sakrifice, është një lloj angazhimi, ka lodhje, ka mundime, ka telashe, por të gjitha ato për hir të Allahut Dhul Xhelal, të gjitha ato te kalohen dhe madje jo vetëm se te kalohen, por besimtari kret këtë e bëri me një kënaqësi të veçantë, kënaqësi të cilën vetëm shpirti dhe trupi i tij e ndihen, është vështirë të përshkruhet. Nuk ka fjalor njeriu me përshkruar kënaqësinë që e ndihen gjatë kryerjes së haxhit. Prandaj njeriu duhet gjithmonë me e pas në hatër. Në momentin që i plotson kushtet për me shkuar me vizitu haxhin, duhet me shkuar edhe me e bë. Përndryshe nuk i dihet jetës. Vdekja nuk dihet se kur na kaplon, kështu që edhe kjo mund me na kushtuar pastaj edhe me shkuar në ahiret pa bërë haxhin, ndonse e ke pas edhe obligim. Për me qenë haxhi i obliguar për një person, i njëjti duhet i plotësoj kushtet të caktuara, e ato konsistojnë në të qenurit musliman, të qenët fizikisht dhe psikikisht në gjendje normale, me pas një pasuri e cila i mjafton atij që këtë ta bën në mënyrë meritore. Domethënë, me pas aq mundësi sa familjes me i lënë diçka të shtëpia, me pas siguru me kafshatën e gojës, mirë, dhe natyrisht edhe me pas mundësi edhe diçka me marrë me vete, sepse rruga i ka dhe vështërsitë e veta. Pastaj përveç kësaj është liria në pyetje, është në pyetje pastaj një prej kushteve të tjera të cilat gjithashtu janë
gruaja mos me udhëtue pa dikend i cili konsiderohet mahrem i saj, me të cilin ajo praktikisht nuk ka të drejtë martese. Kështu që këto janë kushtet kryesore të cilat duhet t'i plotësoj personi i cili ka vendosur me shkuar në haxh. Gjithashtu, me këtë rast do të theksoja edhe diçka tjetër. Haxhi si adhurim është i rëndësisë së veçantë. Pejgamberi a.s. kur i ka numëruar kushtet e fesë islame, ka thënë se ato janë 5. Një prej tyre, e fundit që e përmend pejgamberi a.s. është wa hajjul bejti limen istata ilayhi sabila, që do thotë edhe adhurimi i Qabës, kryerja e haxhit për atë i cili ka mundësi me e bë një veprim të tillë. Kështu që duke qenë haxhi adhurim i rëndësisë së veçantë, vlerat e tija, urtësia e tij janë ku më të mëdha se sa që mundet njeriu me i imagjinue. Ato vlera ose rëndësia e haxhit fillon që nga momenti kur besimtari e vendos për me e krye haxhin. Pregaditja e tij, gjithmonë duke u mbështetur në Zotin, gjithmonë duke ja dorëzuar imanin Zotit Gjellëshanuhu, duke u mbështetur në imanin që ja ka dhuruar Zoti për me e krye këtë obligim. Prandaj, mirësitë e haxhit, sa që janë në aspektin individual ose personal të njerëzit, gjithashtu janë edhe në aspektin shoqëror. Përmes haxhit, njeriu e freskon shpirtin e tij, e fisnikëron shpirtin e tij, njeriu e pastron ose e begaton, do të thoja, edhe imanin e tij, sepse të shkojsh nga një vend i largët në një vend i cili konsiderohet më i afërm dhe më i dashur të Zotit Gjellëshanuhu, është punë e madhe, është punë e cila në asnjë mënyrë nuk guxon të nënçmohet. Të shkon një person dhe të futet në mesin e miliona vëllezërve të tij haxhile, të cilët pavarësisht ngjyrës, pavarësisht kombësisë, pavarësisht gjendjes së tyre materiale, pavarësisht pozitës që e kanë në shoqëri, të gjithë atë ditë janë të veshur një lloj, të gjithë janë të veshur me ihram, të gjithë e tregojnë atë barazinë e cila edhe sot e gjithë ditën aq shumë i mungon kësaj bote. Prandaj, edhe në mënyrë më praktike të mundshme, njeriu e sheh në mesin e miliona besimtarëve se çka është barazia në mes njerëzve. Aty nuk ka dallim i pasuri nga i varfëri, nuk ka dallim as kryetari nga atë që e udhëheq e kështu me radhë. Kështu që virtytet ose rëndësia e haxhit është jashtëzakonisht e madhe, ai i cili e përjeton në lëkurën e tij, i cili e përjeton në sejdën e tij, i cili e përjeton në tavafin e tij, për me ju afruar të madhit Zot, aq sa ka mundësi, gjithnjë më tepër. Gjithashtu do të thoja se për me qenë haxhi i plot kuptueshëm ose i pranuar të i madhi Zot Gjellëshanuhu, duhet i plotësoj spaku 3 kushte themelore. E ato janë, e para është ihrami, veshja e ihramit, gjithsesi me e bën jetë për me e krye haxhin. E dyta është qëndrimi në Arafat, një kusht shumë i rëndësishëm, disa thojnë edhe rukën. Gjithashtu edhe kushti i tretë e që është vizita që quhet vizita e shtëpisë së shenjtë ose tavafi i Qabës. Këto 3 kushte duhet detyrimisht të plotësohen. Nëse njëna prej këtyre 3 kushteve nuk plotësohet, atë personi nuk e ka kryer haxhin, duhet me prit vitin tjetër për më mujt e me e krye. Nëse natyrisht i plotëson, nëse vazhdon të plotësoj kushtet të cilat i ka pas edhe më herët. Haxhi i ka 3 lloje, 3 forma përmes të cilave mund të realizohet. E para është, ose që quhet ifrad. Ifrad do me thonë, kur personi e vendos të kryej haxhin vetëm,
pa mos e shoqëruar edhe me umre ose diçka tjetër. Lloji i dytë është haxhi temettu. Që do më thonë, personi kur vendos me e krye haxhin, vendos me e krye umrën fillimisht e bashkë me te në kohën e caktuar pastaj me e bë edhe haxhin. Ndërka që lloji i tretë që quhet Kiran është lloji i cili e përfshin edhe haxhin, edhe umrën, sikur që e përmendën në rastin e dytë tek temettu, kështu që personi të dy llojet e dyta, temettu dhe Kiran, e ka edhe obligim edhe me therr kurban në kuadër të kushteve të caktuara. Kështu që çdo besimtar është i lirë me zgjedh në mesin e këtyre tri llojeve, tri formave të haxhit për me e pa cili prej tyre do ta zbaton gjatë kryerjes së haxhit. Është karakteristikë e veçantë se personi i cili dëshiron me krye haxhin, ai përveç përkushtimit të tij që ja bën të madhi Zot xhelleshanhu, që i përkushtohet Zotit me tërë qenjen e tij, i përkushtohet Zotit xhelleshanhu me aspektin shpirtëror, me aspektin fizik, me të gjitha gjymtyrët e tij, ai në të njëjtën kohë edhe e përkujton më të dashurin e Allahut, pejgamberin alayhi salatu vesselam, sepse gjatë kryerjes së haxhit ai do të vazhdoj të lëviz gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Ai e shef praktikisht dhe do ta vizitoj vendin në për të cilën ka shkel këmba e pejgamberit alayhi salam, në atë vend ku ka ndërtuar pejgamberi alayhi salatu vesselam. Prandaj duke shkuar këty në gjurmëve, ai e përkujton pejgamberin alayhi salam, ndonse haxhi, siç e përmenda për ne muslimanët, daton që nga koha pejgamberit alayhi salatu vesselam, nga viti i 9 i hijrit pejgamberit. Por si adhurim rënit i ka akoma më herët. Edhe Hazreti Ibrahimi, siç thuhet në Kur'an, e ka thirrë popullin e tij që ta vizitojnë Qabën. Dhe atë e kanë bërë. Madje kur jemi te Qabja, të them edhe këtë se Qabja, sipas shënimeve në literaturë, thuhet se deri më tash që nga koha e Hazreti Ademit e deri më tash është rregulluar, është meremetuar, është rindërtuar nga 4 persona. Nga Hazreti Ademi alayhi salatu vesselam, nga Hazreti Ibrahimi dhe Hazreti Ismaili dhe nga pejgamberi jon Muhammed alayhi salatu vesselam. Gjithashtu thuhet diku në literaturë e kam pasë, deri më tash 13 herë është restauruar ose është meremetuar në mënyra të caktuara Qabja, por asnjëherë nuk u kanë larguar nga forma e saj fillestare. Mund ta kenë zgjaruar pak, mund ta kenë ngrit pak, por në asnjë mënyrë edhe më u larguar nga forma e saj fillestare. Mund të them edhe këtë se Qabja brendësia e saj është diku 1 metër ose 2 metra gati pavarësisht, më e lartë se sa që është pjesa jashtë saj, aty ku bëhet tavafi. Aty pranë saj është edhe Mekamu Ibrahim, është Mekamu Ismail, kështu që besimtari gjatë kësaj kohe sa është në haxh, krahas që ndjek gjurmët e pejgamberit alayhi salatu vesselam, e zbaton praktikën e pejgamberit alayhi salam, ai në të njëjtën kohë edhe i rikthehet historisë së Ibrahimit alayhi salatu vesselam dhe përmes kësaj historie ai e shef, domethënë e përkujton edhe domethënë atë mirësinë të cilën e kanë bërë, adhurimin që e kanë bërë, ibadetin që e kanë bërë më të dashurit e Zotit si puna e pejgamberit ton alayhi salatu vesselam, e gjithashtu edhe Hazreti Ibrahimi alayhi salatu vesselam. Do ta përfundoja, do ta përmbyllja këtë kapitull në mënyrë kaq shumë telegrafike me një thënie të pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili me një rast
ka thënë. E pyetën dikush pejgamberin, thot, cili veprim është më i mirë? Kush mundet me të çuar në xhennet? Cili është më i rëndësishëm? Pejgamberi thot, me besu Allahun xhelleshanhu dhe të dashurin e tij pejgamberin alayhis salam. E pastaj vazhdon me pyet, thot, pastaj është el jihadu fi sabilillah, lufta për Allahun. E pastaj thot, haxhi i pranuar. Prandaj, personi muslimani i cili e kryen një haxh duke u ruajtur nga fjalët e kota, duke u ruajtur nga veprimet e ndyta, duke i zbatuar urdhrat e Zotit dhe të pejgamberit alayhis salam në kryerjen e këtij obligimi, ai kthehet nga haxhi sikurse ditën kur ka lind nga nana e tij, i pastër nga gjunahet dhe i garantuar me xhennet. Kështu thot pejgamberi alayhis salatu vesselam. Për haxhin e pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç xhennetit.